أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e 4 në këtë kapitulli që flet për detyrat e pushtetarëve karshi popullit, hadithi 656 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما سرعاهم متفق عليه. Në rëfen, Abu Hurairata radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Benu Israilet i qeverisnin, i udhishnin pejgamberët. Çdo që vdiste një pejgamber, vinte tjetri, e pas meje nuk ka pejgamber tjetër. Pas meje do të ketë zëvendës të mi, khulefa, e do jetë numri tyre i madh. E i thanë sahabët: ja Rasulullah, çka na urdhon të bëjmë në ato kohëra? U tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: përmbushni marrëveshjet tuaja me ta një pas tjetrit, e pastaj përmbushni obligimet tuaja ndaj tyre dhe lutni Allahun për ju, kërkoni për Allahut të mirat për ju, sepse Allahu ka për t'i marrë në pyetje ata për të gjithë ata njerëz që kalon në pushtet atyre. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në mësimet e kalume kemi dhënë disa sharrime bazike në lidhje me këtë hadith. Në mësimin e djeshëm i përmendëm disa mesele fikhore që i kanë nxjerrë ulemat nga ky hadith, mesela e shprehjes vdiq e u shkatru, a lejohet a nuk lejohet në aspektin fetar, edhe meselja e dytë që ishte shumë e rëndësishme, se besimtari në jetën e tij vazhdimisht duhet me dhënë rëndësi dhe prioritet interesit të fesë para interesit të dynjas, interesit të dinit para interesit të dynjas. Ky rregull, për cilën folëm në dje, është shumë me rëndësi me kuptu besimtarin të gjitha momentet e jetës së tij. Edhe kur është i ri, edhe kur është plak, edhe kur është i varfër, edhe kur është i pasur, edhe kur ka pushtet, edhe kur është njeri i rëndomur, edhe kur është i famshëm, edhe kur është i panjohur, edhe kur ka dituri, edhe kur është njeri i rëndomur. Të gjitha momentet e jetës, në të gjitha situatat e jetës, prioriteti kryesor në jetën e muslimanit me kon feja. Edhe kush e ruan fenë e tij, ai ngritet në dynjë dhe në ahiret. Kush e sposton, e zhvendos fenë në rënd të dytë, tretë e kështu me radhë të poshtë, ai e zhvendos veten nga mundësia me fitu nga bekimet e Allahut xhelal.
asa më tepër na e ngrisin fen, aq më të lartë jemi te Allah. Asa më tepër e ngrisin fen në jetën tonë, aq me pozita të larta jemi te Allahu xhela. Dhe kundërt është e kundërt. Asa më poshtë e vendosin fen në jetën tonë, aq më larg, aq më ult jemi te Allahu subhanahu wa taala. Pas kësaj mesele vjen meselja e tretë, si duhet cilët muslimani kur ka pretendime prej shumë njerëzve për ta marrë pushtetin. Edhe kjo mesele është rregullu në për librat e jurisprudencës islame, e fikut islam. Edhe atëherë kur s'ka pas rregulla në qeverisje, sot kur flasim na, është më e lehtë me kuptu këtë qasje. Ama flasim para 15 shekujve, kur s'ka pas rregulla se si respektohet i pari. Vinë këto hadithe, vinë këto argumente fetare dhe japin udhëzime, japin rekomandime, japin qasje. Pse e sharoj kështu këtë mesele? Për me tregu e përsinë e islamit ka shi ofertave të tjerëve. Sot për shembull thuhet se demokracia është maksimumi, statusi më i lartë politik që ka arritur njeriu. Edhe andaj e mbrojmë me çdo kusht, megjithse na jemi dëshmitar vazhdimisht se demokracia e para ka mangësit plota që plotësohen me amandamente vazhdimisht në për parlamente, dhe e dyta ka keq përdorim të demokracisë, kurse shihet në demokracitë më të mëdha të botës. Shtetet më të fuqishme në botë janë demokratike karshi popullit vet dhe janë diktatoriale karshi popujve tjerë. Pjesa më e madhe e shteteve të fuqishme në botë sot jetojnë nga grabitja që ja bëjnë pasurive të shteteve të dobta. Dhe ata pretendojnë se janë për demokraci, janë për liri, janë për barazi, janë për meritokraci e kështu me radhë. Mirë po na e shohim sot vazhdimisht se si kjo nuk është e saktë. Se si bota do thotë bëhet qarë edhe bëhet e shurdhër nga ajo që bën një shtet i pispillosur, një shtet i llastuar nga bota, siç është puna e shtetit sionist. Edhe ti këtu e shef se llafi demokraci, do thotë përparim, zhvillim, është për konsum ditor. Nuk ka përmbajtje, nuk ka realitet. E tani, kur dalim nga kjo, edhe kthehemi 15 shekuj mas, atëherë kur kush do që i kishte 100-200 veta, edhe luftonte e merrte pushtetin. Pse interesant ati çfarë pasoja negative mund të kishte nga ajo luftë. Një fes donte me sundu një tokë, organizoheshin, bënin pak armatim, bënin pak forcë fizike edhe e merrnin atë vend. Edhe u bëjke një mretni e ati fisit. Bëheshin më kallaballëk, vazhdojshin edhe merrshin hala më tepër. Kështu janë zhvillu, siç e dini në histori, edhe kështu janë edhe kinezët si perandori me vjetër kanë luftu me zvete, derisa kanë fillu me sundu ma shumë fise, e u bo një territor më i madh. Ashtu ka ndodhur edhe në Indinë e lashtë, ashtu ka ndodhur edhe me Persinë e lashtë, ashtu ka ndodhur edhe me Egjiptin e lashtë, ashtu ka ndodhur edhe me Greqinë e lashtë, ashtu ka ndodhur pastaj edhe me, do thotë, perandorinë romake, bizantine. Do thotë, forca ka qenë i vetmi mekanizëm nëpërmes të cilit ata kanë imponuar pushtetin. Dhe biri ja ka marrë babës, vllavi ja ka marrë vllavit. Nuk ka pas rregulla. Shifni tani vjen Islami dhe e sjell një rregull. Do të nëse dikush e merr pushtetin nga muslimanët, që t'i qeverisë ata me shariatin e Allahut dhul xhelal, me Kur'an dhe Sunet,
shoqëria ku ai e ushtron pushtetin e tij e ka detyrë dhe borx me i dhon besën atij që ka me e ndëgju dhe ka me respektue të gjitha situatat cilët ka mu gjind ai me pushtetarin e vetë. Edhe kur i pëlqen vendimi që merr pushtetari, edhe kur nuk i pëlqen vendimi që merr pushtetari. Pse kjo? Për dy arsye. Para, për me fitu kënaqësinë e Allahut. E dyta, për me rujt unitetin e shoqërisë muslimane. Pse kjo? Për shkak se përderisa muslimanët janë të bashkuar në respektin e të parit të tyre, i cili i qeveris ata me shariatin e Allahut, atëherë ajo shoqëri dhe ai shtet ka mundësi me ecë përpara, ka mundësi me zhvillu. Nëse fillojnë edhe grinden mes vete, e përplasen mes vete, e çdo kujt që i kujtohet e i ka 100-200 veta me vete, i kujtohet me kundërshtu të parin tjetër, edhe fillojnë luftat llavrasëse, atëherë ajo shoqëri pengohet nga zhvillimi vet, edhe coptohet, edhe humb peshen, fuqinë dhe relevancën në atë zonë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thot Benu Israilet qeveriseshin nga pejgamberët. Çdo që vdiste një pejgamber, vite tjetri, dhe ai vazhdonte me qeverisjen e tyre. Deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte vula pejgamberëve. Edhe pas ti pejgamber tjetër më nuk ka. Edhe këtu është në hadith është përmend se la nabi e ba'di, s'ka pejgamber pas meje, që ka mesela është e përfunduar, është e kryer. Nuk ka asnjë lloj hapësire dikush me mendu se edhe mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mundet me ardh dikush si pejgamber i Zotit. S'ka. La nabi e ba'di, s'ka pejgamber pas meje. E kush e qeveris musliman mas vjekjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë zëvendësit e tij, atyre që ne i themi khalif ose shumës khulefa, khalifat musliman. Do kanë herë e përmendin khalifat me k, kanë herë khalifat të na në gjuhën e fes, gjuhën e Kuranit është h me h. Khalifi i muslimanëve, do thotë i pari i muslimanëve zëvendësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai qeveris muslimanët. Normalisht edhe ai duhet me i përmbush disa kushte për me qenë i pari i muslimanëve. Duhet me konë prej më të diturve në mesin e muslimanëve. Duhet me qenë prej më të devotshmive në mesin e muslimanëve. Duhet me qenë prej më të aftëve dhe shkaftëve në mesin e muslimanëve. Domethënë, duhet me qenë nga familje e mirë, me soj dhe prejardhje. Pra janë do kritere të cilat duhet i plotëson ai njeri për me qenë i pari i muslimanëve. Dhe normalisht momenti që e merr pushtetin, ai detyrohet, obligohet dhe duhet zotohet se këtë popull dhe këtë vend ka me qeveris me fjalë të Allahut xhelal dhe me porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se qëllimi kryesor në qeverisjen e tij ka me qenë ngritja e fjalës Zotit, ngritja e flamurit të tauhidit dhe insistimi që shoqëria ta falë namazin. Dhe namazit bëhet simbol i dukshëm në atë shoqëri. Simbol që shifet. Këto janë rregullat, kushtet dhe objektivat që duhet mi pas ai kryetar musliman. Edhe nëse është i tillë, atë shoqëria muslimane duhet mi dhon besën. Me kriju një lloj marrëveshje, kontrate, sikurse edhe sot e kësaj dite ekziston. Shoqëria moderne kontratën e vet me kryetarin e lidh në formën e re, nëpërmes votimit. Momenti që ti jep votën një kandidatit për kryetar shteti, ti e krijon marrëveshjen tonë me të. Në të kalumen, edhe në sistemin islam, i pari nuk zgjedhet me votat e shoqërisë, po zgjedhet me votat e parisë. Do të njerëzit më të ditur e më të mençur që i ka vendi, akademikët,
Intelektualët janë ata që e zgjedhin të parin. Edhe këtë mesele kemi sharu na nësë të sabo disa herë. Njëra për dallimeve me sistemit islam dhe ati demokratik është kjo, që nuk barazohet vota e intelektualit me votën e punëtorit krahut. Vota e intelektualit është ma e vlefshme për shkak diturisë që ka. Te kryetari i shtetit nuk voton, domethënë, i gjithë populli, por sikur se ka shumë shtete, do thot edhe këtu të na për shembull në Kosovë, është parlamenti ai që e voton kryetarin, jo populli. Domethënë të zgjedhurit e popullit e zgjedhin të parin e vendit. Edhe sistemi islam është njëjtë, po jo të zgjedhurit e popullit për shkak votave, por të zgjedhurit e popullit për shkak meritave. Sidomos pjesa e diturisë, akademizmit. Pjesa ma e ngritur intelektualisht e shoqërisë, ata e zgjedhin kryetarin. E tash, momenti që e zgjedhin ata kryetarin e shtetit, ata shoqëria me një manifestim solem i jep beslidhjen kryetarit. Shkon ja bën për hajr, edhe jep besën e përkrahjes, që quhen në gjuhën arabe beja. Hala, do më thonë në botën islame, ka vende që e praktikojnë këtë formë të marrëveshjes. Aty sidomos ku janë mbretëri, ku s'ka do më thonë sistem zgjedhje popullore. Ku janë mbretëri, momente që vjen një mbretëri, shkojnë do më thonë të partë e vendit, e shoqërisë dhe japin besën e përkrahjes edhe besnikëris ndaj ti. E tani, nëse kemi në një kryetar, edhe kemi dhonë besë për ta përkrah, e për qenë besnik ndaj ti, ndërkohë del dikush njëjtë për se une, pesot e të tja, unë kam me qenë mbreti juve, unë kam me qenë një pari ju. Çka duhet me bëjë musliman në këtë rast? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Përmbushni beslidhjet tuaja me rënd. Nëse keni dhënë besën e përkrahjes dikujt, përmbushni beslidhjen tuaj ndaj tij. Dhe mos e prishni me të dytë. Bile rregullat islame janë shumë rigoroze në këtë aspekt, saqë hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur ka një khalif i muslimanëve që i qeveris muslimanët dhe shfaqet i dyti për ta coptue shoqërinë muslimane, vret në dytin. Edhe kjo në gjuhën e politike bashkore, si quhet tradhti kombëtare. Kur dikush mundohet me i bë grushtet ushtarak shtetit, atëra ai shpallet tradhtar kombëtar dhe ai vritet. Edhe ligjit e sotit e njëjtën e kanë. Edhe për i bëj këtë krahasime me kuptu se asgjë nuk është e rëndë në shariatin islam, se këtë ato që akuzohet islami shariati për to, i kanë edhe sistemet demokratike njëjtë. Në momentin që dikush tenton me bë grushtet ushtarak ose grushtet shtetit çfarë do forme, dhunshëm, pa procedurë, shteti e shpallat, do të thonë aktivitet terrorist, edhe e shpall atë grushtet, edhe e shpall tradhtar kombëtar. Edhe normalisht vendimet e të gjitha kushtetutave në botë, ata që tentojnë me bë grushtet ose tradhti kombëtare dënohen me vdekje. Këtu në Maqedoni, para do viteve pa tentativ që me hidh dhunshëm parlamentin e Maqedonisë, edhe me okupu parlamentin, edhe me erëzu qeverinë. Pjesëmarrësit në ato aktivitete që i sulmuan deputetët e ministrat, u akuzuan për terrorizëm dhe organizim të mund të kushtetit. E andaj, ajo që ka ardhur në islam para 15 shekujve, hala sot e kësaj dite zbatohet në këtë shtetet e botës. Po ajo që e bën këtë të veçantë, këtë fakt është se islami e ka sjell shumë kohë përpara kur s'ka pas asnjë ligj që ka menaxhu dhe ka organizu këto momente dhe fenomene. Nga kjo, ne e fitojmë krenarin e thirrjes
në gjykim me shariat. Dhe se kjo nuk duhet me në leju neve asnjëherë mundi inferior ka që tjerëve kur na thasim se ligji i shariatit është ligji më i mirë. Edhe është i vetmi ligj i cili sjell drejtësi, ashtu sikur se ka sjell sheku i me radhë kalume. Ama të ditë me e kuptu mirë ligjin e shariatit edhe të ditë me elaboru mirë në krahasim me ligjit e sotit. Sepse del dikush flet për shariatin, po s'di me të elaborue edhe me të krahasu me ligjet bashkëkohore edhe e paraqet në mënyrë të keqe. Edhe pastaj jep hapësirë dhe material tjerëve me të sulmu edhe me të akuzu për këto aspekte. Andaj, ulemat kanë thonë, do të nëse një khalife vdes, vjen khalife e dytë, i jepet beslidhja atij të dytit, beslidhja e përkrahjes dhe besnikërisë dhe nënshrimit. Thot Imam Neveviu rahimullahu taala, nëse ndodh që dikush të qenë khalife i parë, halaki në qafën tone bes ndaj tij, shfaqet i dyti dhe jep bes edhe dytit, thot beslidhja jote ndaj dytit është batile, është e pavlefshme. Thot sawan aqadu lithani alimin bi aqd al-awwal am la. Pa marr parasysh, a japin besën këtij dytit ty e di se ja kanë dhënë të parit apo jo. Në gjitha rrethonat, sawan kanë fi baladin wahidin aw akthar. Pa marr parasysh a janë në një vend apo janë shumë vende. Domethënë, edhe ky element është i rëndësishëm në perceptimin e fukahave, ekspertëve, juristëve islam në këtë temë, domethënë edhe territori. S'është më rëndësi sa është i madh territori, sepse në islam insistohet që bota islame të jetë një tërësi, një shtet. Andaj khilafeti islam i cili ka filluar nga Medinaja, e ka marrë gadishun arabik, e ka marrë Levantin, Shamin, e ka marrë pastaj Afrikën e Veriut, pastaj ka marrë, do thot, malet Kaspike, pastaj ka arrit deri në Kinë, pastaj ka arrit deri në Maroko. Edhe çdo territor që e kanë shëruar muslimanët e kanë bërë pjesë të shtetit islam. Normalisht ajo ka mundësi ndahet në provinca për të menaxhu administrativisht më lehtë, ama është një shtet. Dhe andaj Imam Neveviu rahimahullahu taala thot, pa marr parasysh a është më një vend apo në shumë vende, duhet me vazhdu beslidhja jon ndaj kryetarit të parë. Thot, hadha huwa as-sawabu alladhi alayhi ashabuna wa jamaahirul ulama. Ky është mendimi i saktë në cilën janë ulemat e tonë, do mëdhëbit Shafi'i, në cilën mëdhëb ka qenë Imam Neveviu rahimahullahu taala, thot wa jamaahirul ulama, edhe shumica dërmuese e dietarëve. Thot kështu pastaj, wa qila takunu liman aqadat lahu fi balad al-imam duna ghayri, dikush ka thonë, kjo vlen veç në vendin ku është imami, halifeja, jo edhe në vende të tjera. Dikush ka thonë, për ulemave, bëhat shorti mes tyre, thot Imam Neveviu, qal, wa huma qaulani fasidani, këta dy mendime janë, do më të pasakta, nuk qëndrojnë. Thot, wattafaqa al-ulama'u ala annahu la yajuzu an yaqida li khalifatayn fi 'asrin wahidin sawan ittasa'a ad-dar al-islami am la. Ulemat janë të pajtuar që nuk lejohet të jepet beslidhja dy khalifeve të muslimanëve të njëjtën kohë, pa marrë parasysh sa është i madh shteti i islamit. Normalisht kjo ka qenë të kalumen kur mundësia e sundimin teritorit të mëdhaja ka qenë më i lehtë, për shkak gatishmërisë për bindje dhe nënshtrim të shoqërisë, dhe për shkak të paaftësisë së shërbimeve të inteligjencës për të krijuar trazira në vende të caktuara, ka qenë më vështirë. Sot për shembull në këtë botën bashkëkohore
mundësia për të pas shtetet mëdha shumë vështirë. Për shkak se mundësia për të kriju trazira edhe përdorimi i pakicave për të kriju përplasje me pushtetin dhe për të shkëput për tyre janë të mëdha. Na kemi në shekullin 20 kemi shumë situata ku shtetet e ndryshme janë coptu. Për shembull, shtetet që janë ndërtuar në bazë ideologjike, shembull Bashkimi Sovjetik, i cili ka qenë domosdoshmë përbërje e shumë shteteve, momentin që ideologjia komuniste falimenton, atër bëhet shmos për me dekomponu atë tërësi politike. Edhe prej një shtetit që ka qenë fuqi globale, botnore, e madhe, reduktohet në Federatën Ruse. Bashkimi Sovjetik nuk e di saksisht sa shteti ka pas, mirë po ka qenë një fuqi shumë e madhe në krahasim atë që ka mbetë. Një shtet që ka pas me vete, me Bullgarije, me Rumunije, me Hungarije, mos flasim për Ukrainën, mos flasim për Bielorusinë, mos flasim për Moldavinë, Azerbajxhanin, Uzbekistanin, Tajikistanin, Kazakistanin, një grumull i madh shteteve ka ngel në Federatën Ruse. Që edhe kjo është shtet i madh, mirë po nuk është aq i madh sa ka qenë. Në anën tjetër kemi për shembull ndamjet e shteteve tjera, shembull në Filipinë, në Indonezi, pat për shembull apton tentativa në vitet 90-ta me u nda një pjesë e Indonezisë që u quajt shtet dhe ala shtet i ri Timori Lindor. U shkëput domethënë edhe u bë shtet veti. Edhe kështu Jugosllavia e vjetër, e cila ishte përbërje për 6 njësive federative dhe 2 krajinave autonome, edhe u shpërbë. U shpërbë me luftë. Ishte interesi i dikujt mu shpërbë ajo tërësi, normalisht e cila ishte ndërtuar me bazë jo natyrale, bazë ideologjike komunizmit, po bashkimi shumë kombeve, të cilat kishin rivalitet historik, edhe në momentin që u dobësue pushteti qendror, atëherë secila republike mori guximin me u shkëput nga e tërësi politike. E këto situata është vështirë me shëndru me bë një shtet madh i cili ka mi përfaqësu këtë musliman. Edhe sikur se e shifni edhe në botën islame, në lindjen e mesme, tentativat për të coptue shtetet aktuale është i madh. Domethënë në 30 vitet e fundit, lufta e madhe bëhet e para mi dobësue ushtarakisht muslimanët, shteti më i fortë ushtarakisht tek bota sunite ka qenë Iraku, edhe prej 2003 e këndej, dhe thot Iraku nuk është forcë ushtarake relevante. Është shtet i okupuar realisht, ku në politika është formale, parlamentit dhe qeverisjes, forcët ushtarake, bazat ushtarake e shteteve të huaja janë ato që e vendosin për veprimet ushtarake të atij shtetit. Normalisht ajo është nda, formalisht në një republikë kurde brenda Irakut, e cila ka autonomi të plotë dhe nuk i duhet shumë për të shndruar në shtet në veti. E njëjta situatë ishte edhe me Sirinë, tentativat e mëdha për me coptu Sirinë në disa provinca, kur do të kenë një pjesë, edhe domethënë një pjesë të vogël ngelet sunitëve dhe pjesë tjetër do kenë shiat alevit dhe shiat bashkarisht. Fatmirësisht ai plan dështoi dhe elhamdulillah mbeti shteti i Sirisë shtet me dominancë sunite. Këto tentativa janë edhe për Saudin, me nda në 3 pjesë. Jemeni, domethënë mu nda, siç ishte nda në bllokun komunist dhe atë demokrat, sot me nda mes shiitëve, huthiin edhe sunitëve që janë shumicë. E kështu me radhë, tentativat për me nda shtetet muslimane janë të mëdha, ato janë ndame se ndame, po edhe ato brenda me i da. Për shembull, në Maroko ka tentativ një pjesë e Shkretinës
të ndahet bëhet shtet në veti, Sahara e Veriut. Tentativat janë dhe kanë kërkesa për të nda, edhe shtetet që janë afër aty, Algjeria edhe Maroko që janë kufi, kanë probleme me zveti mu për këtë temë, për shkak se Algjeria e përkra, do thot, iniciativën e shkëputjes së Saharës së Veriut nga Maroko, e për këtë arsye Maroko nuk ka marrëdhënie politike të mira me Algjerinë, megjithëse ata janë arab, janë musliman e kështu me radhë. Do thot, këto shtete nuk është boll që janë ndarë domethënë në shumë shtete muslimanët, po edhe ato shtete që janë të këtilla edhe ato tentohet mu nda. Mu coptu edhe ma shumë sa që janë coptu, si kanë mu zhvillu sendet, Allahu e din, mirë po, detyra e xhallarëve, detyra e muslimanëve është që me ngrit vetdijen fetare dhe me shtu devotshmërinë dhe me shtu insistimin të bashkimit të muslimanëve dhe me pengu çdo tentativë për të përçarë. Andaj tek enciklopedia fikhore, që është një prej veprave voluminoze që ka prodhuar Ministria e Punëve të Fesë të Kuvajtit, është një enciklopedi me të vërtet relevante, është 40 e kusur villime. Çka shkruan atje për këtë temë? Thotë kështu: Malikit thojnë, nëse vendet janë larg njëra tjetrës dhe është e pamundshme me kriju stabilitet politik në këtë atë territor, jaze ta'addudul a'immati bi qadri al-haja, mund të ketë më shumë se një kryetar sipas nevojës. Wa huwa qawlun inda Shafi'iyya, dhe ky është një mendim tek Shafi'itët. Do të e kanë sjell këtë mendim kjo enciklopedi fikhore, bashkohore, sikurse me i dhonë një lloj kahje problemit që është real. Sot është vështirë musliman me bo një shtet ku gjithë kanë me qenë nën qeverisjen e një halifit musliman, andaj nëse janë larg një tjetër nuk prish punë me pas ma shumë se një halife. Normalisht, kjo që është thonë sot është në bazë të asaj që e bëra si hyrje për këtë temë, po është edhe një reflektim e një realitet historik. Për shembull, në kohën kur muslimanët e kishin Andaluzin, halifët që ishin në Andaluzi nuk ishin kur gjatë përbashkët me halifët që ishin në Sham. Megjithëse edhe ata ishin e me vit dhe ata ishin e me vit. Po qeverisja atyre ishte autonome, pavarur nga qeverisja në Sham. Pse? Se largësia gjeografike e bënte të pamundshme që me qenë gjithë në një qeverisje dhe në një pushtet. Sot ndoshta nuk ka largësi të madhe gjeografike me shumë shteteve që janë lindjen e mesme për shembull. Megjithatë, për shkak interesave të familjeve mbretërore, të cilat e kanë pushtetin aty jo në bazë të islamit, por në bazë domethënë të luftave që i kanë bërë ata për ta marrë pushtetin, nuk do kishin pranuar që të gjithë të vendosen në një umbrellë për të qenë një fuqi rajonale e cila do e shërbente islamin fillimisht, pastaj edhe interesat e popujve të atyre vendeve. Ju e dini për shembull në lindjen e mesme ka shtete që janë shumë të vogla me 1 milion, 2 milion banor, po e llogarisin veten shtet, bile ka 600.000 banor. Shtet edhe llogarit për shteteve të mëdha me ndikim të madh në gjeopolitik, për shkak të ardhurave ekonomike që ka të moja nga nafta dhe nga gazi natyral. Si do qoftë, do thotë, Islami insiston që muslimanët të jenë bashkë, të jenë një umbrellë dhe të respektohet një halif i muslimanëve. Si situatë e jashtëzakonshme, domethënë e tranzicionit, mund të ketë më shumë se një shtet që ata domethënë qeverisin me fjalën e Zotit, të japin zhvillim dhe përparim që pastaj normalisht të bëhet një lloj federate e atyre shteteve. Këto janë në rrethonat bashkëkohore. Sikurse për shembull është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është union i 50 shteteve. Edhe ato të gjitha brenda kanë ingerencat e shtetit, mirë po në politikën e jashtme, në ushtri, policinë e përbashkët, domethënë janë një, edhe vendimet merren nga kryesia e atij shtetit i cili e shfrytëzon këtë atë kapacitet për të treguar forcë politike, ushtarake, ekonomike që e ka. Dhe normalisht ka mundësi me qenë një model i mirë për të bashkuar edhe muslimanët edhe shtetet muslimane në një kryetar, në një
khalifi I cili udhëheq ata me fjalë të Allahut xhelal me shiratin e Allahut subhanahu wa taala. Koha që keshim disponim na aprofondoj, na me këtë mesele fikore përfunduam mësimet fikore që inshallah taala në mësimin e ardhshëm vazhdojmë me mësimet e porositë tjera që dalin nga ky hadith, duke lutur Allahun e Madhëshëm në ditë të bishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhamit për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu I Madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.